Keqpërdorimi i profileve në mediat sociale të institucioneve publike. Nëse gjatë periudhës së monitorimit konstatoni se profilet në rrjetet sociale të bashkive, shkollave apo organeve të tjera publike angazhohen nëpërmjet komentimit, pëlqimit apo shpërndarjes së materialeve me përmbajtje propagandistike në favor të një kandidati ose subjekti zgjedhor, raportojeni rastin menjëherë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi edhe faqet zyrtare të institucioneve përbëjnë arsete publike. Ndaj çdo kush që duke përdorur faqet zyrtare të institucioneve angazhohet në fushat, është duke shkelur dispozitat e kodit zgjedhor dhe duhet raportuar. Sipas pikës 1 të nenit 172 të kodit zgjedhor, shkelja e kryer nga subjektet zgjedhore dënohet me gjop nga 100.000 deri në 500.000 lekë. Për funksionarët e tjerë, gjen zbatim pika 2 e nenit 171 të kodit zgjedhor dhe për rrjedhoj. Këta të fundit dënohen me gjop nga 1.000 deri në 2.500 lekë. Raportimi i shkeljeve zgjedhore pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të konstatuara gjatë punës suaj është dhe kontributi drejt për drejt në zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta.